Sot në intervist kajmë Berat Rukiqin, deri di antari kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, presidenti LDK është edhe kryesia është në formësim e gjithçka tjetër. Aktiv. Me Beratin do të flasim për momentet vendimtare që janë realisht për vendin tash. Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka rrëzuar dekretin e Vjosa Osmanit për shpërndarjen e kuvendit, pra duke quajtur të pavlefshëm, dhe ka kthyer procesin të deputetët, duke i dhënë Kurtit dhe qeverisë dhe vetë vendosë një afat 34 ditor për zgjedhjen e presidentit të ri. Në të kundërtën shkojmë në zgjedhje. Në të njëjtën kohë, shqiptarët përballen me rritje çmimeve të naftës dhe me pasiguri ekonomike, përveç se me pasiguri politike dhe ndoshta se politike. Cilat janë zgjidhjet? Apo hymë në një krizë më të thellë politike? Do të flasim me Beratin. Berat, mirë se vjen në Blitz Intervju. Faleminderit, Astrid. Gjykata ka shpollur si të pavlefshëm, pa efekt juridik, dekretin e presidentes. A do të thotë kjo se presidentja ka vepruar gabim? Jo, në fakt gjykata konstaton që kuvendi duhet të shpërndahet në rastin kur nuk zgjedhet presidenti në ata fatin e skajshëm kohor, pra deri 30 ditë para skadimit të mandatit të presidentes aktuale. Po në anën tjetër, për shkak që kemi qenë sigurisht duke kalkulu tani këtë kohën e krijimit të institucioneve, pra Kosova ka pas zgjedhje në fund këtij viti dhe pastaj procesi është vënë dhe aty ka met sipas gjykatës kushtetuese diku një 34 ditë minus nuk kanë mujt me fillu procedurat. Ky gjatë ditë që i famshëm. Ky gjatë ditë që i famshëm që supozohet me fillu gjatë ditë para 30 ditësh, domethënë gjatë ditë para skadimit të afatit. Po që nuk është obligativ me fillu. Kohor. Mundet mos më shfrytzu kur, për 2 ditë mundet më zgjedh. Absolutisht, domethënë ta sharojmë domethënë se gjithmonë po japim çdo problemi politik po japim konotacion juridik. E kam përshtypjen që jemi bë bajat dhe të interpretu krejt normat juridike. Gjithë jemi bë ekspert juridik. Ka njerë më duket Kosova si me qenë Roma, domethënë ku janë krejt ata ekspertet më juridik që e kanë studiu drejtën romake. Ajo që po du me thonë është që problemi është politik. Sepse është politik, domethënë nëse kish pas vullnet shumica e cila ka numrin më të madh. Çfarë më bën LDK me 15, domethënë nëse preti për LDK-s me jep zgjidhje këtij problemi që është politik, thellësisht politik, sigurisht është e pamundshme. Pra, nga një problem politik, pe bartin problemin pastaj të gjykatat, atje pastaj po ka interpretime cilat, sigurisht, edhe në funksion të rujtjes një farloj balanci politik apo të rujtjes se funksionalitetit të institucione, pra gjykata viteve të fundit ka... A ka punë gjykata me rujt balanci politike apo marrë vendime të bazuar në ligjin? Unë nuk po du mi komentu vendimin e gjykatës kushtetuese, po gjykata kushtetuese në çdo vendim të vetin, nëse e merr parasysh prej vitit 2014 kur apo edhe më herët kur ka qenë rasti Pacolli nëse nuk gaboj, ka tentuar më jep zgjidhje funksionale, pra çështjeve të cilat kanë qenë krijuar prej politikanëve. Pra gjithmonë duke tentuar me rujt një farloj funksionaliteti të institucioneve dhe duke jep hapësinë maksimale zgjidhjeve që duhet vinë nga politikanë këtë rast. Pra nuk mund të zgjedhë gjykata kushtetuese gjitha çështjet të cilat ne i krijojmë, në këtë rast i krijon shumica. Pra një shumicë me 51% do duhet të jepte hapësinë edhe zgjidhje këtij problemi. Që është bë problem tani, problem kogja i madh. Pra kemi sa kohë që po diskutojmë dhe nuk po shihet që kjo shumicë ka edhe vullnetin me trajtu si duhet këtë çështje. Tash, me qenë se gjykata e ka shpall null vendimin e presidentit, e ka pa efekt juridik, pa vlefshëm. A kemi të bëjmë këtu me një dështim institucional të presidentes,
apo kemi një konflikt të zakonshëm kushtetues? Unë mendoj që presidenti ka kryer detyrën e vet, për shkak se edhe gjykata kushtetuese e konstaton që deputetët nuk kanë arrit me jep zgjidhje këtij problemi. Pra deputetët kanë dështuar me respektu ata fatin e skajshëm kohor të zgjedhjes së presidentit që është 30 ditë para skadimit të mandatit. Dhe ne besojmë që dekreti ka qenë i duhur për situatën që është kriju. Tani kemi këtë interpretim dhe unë besoj fuqishëm që ka me pas vullnet nga gjitha anët për me jep vendit president. Tash, po du me dalë që aty, po veç, duhet me pas në kush përgjithësi politike për shfrytje presidentin Osmani për vendimin që e ka marrë. Unë mendoj që përgjithësia politike është proporcionale. Proporcionale, absolutisht, prandaj po them, proporcionalisht partia që i ka 51% e ka përgjithësinë kryesore politike që jemi në këtë situatë. Ja, fola për vendimin e shpërblyer të kuvendit, dekretin për shpërblyer të kuvendit. Dekreti, unë insistoj, po ashtu qendrim zyrtar. Po reagimin e dekretit. Qendrim zyrtar i lidhur mbrojtje të presidentit. Absolutisht, po mendoj, ne kemi thënë edhe ashtu në land, po mendoj, Lidhja Demokratike e Kosovës ka parashtruar argumente që e mbrojnë dekretin. Edhe ka konstatuar gjykata, domethënë njëjtën e ka konstatuar që asnjë rast tjetër, domethënë nuk mund të ndodhë që kuvendit tik shkela fatet që janë norma taksative juridike dhe normë taksative juridike kushtetuese. 30 ditë vetëm. Una? Vetëm 30 ditë është normë taksative. Është normë taksative. Po. Atë procedurën tjetër për shembull që e kanë kontestuar që deputetët duhet me qëndru në sallë, e disa interpretime që janë thënë drejtën absurde, i ka konstatuar po ashtu që nuk qëndrojnë. Dhe kjo, nëse tani ka vullnet politik, sikur pas 5 viteve kur zgjedhet prap presidenti, gjanat janë qarta si kristali, sa i përket interpretime dhe sa i përket procedurave. Tash, u jap një afat për 34 ditëve kur kuvendi ka të drejt të zgjedhë presidentin. A kemi të bëjmë këtu me një afat i cili shërben në të mirë, është realisht shërben në mirë zgjedhjet presidentit, apo realisht kemi bëjmë me një afat i cili vetëm se e shtyen krizën? Ne çka kemi pa, domethënë, deri në fazën e, si më thon, kur gjykata kushtetuese e nali procesin, edhe përfundoi ai afati taksativ kushtetues, ne nuk kemi pa vullnet politik. Pra po tham, të atij që ka hisën kryesore në këtë proces, partisë në pushtet dhe partisë me numrin më të madh të deputetëve, për me e zgjedh presidentin, për me zgjidhje kësaj çështje që duhet të ishte, domethënë, një proces normal politik, ku një shumicë e cila është, si më thon, përkrah, apo një shumicë e cila e ka marrë legitimitetin popullor me qeverisë, e ka për detyrë që të krijojë balancë të pushtetit, duke ulë me partitë e opozitës, me siguruat të dhejtshëm e famshëm për mi dhënë vendit president. Këtë çka kemi pa që nuk kanë qenë serioz në atë proces. Nuk kanë qenë serioz për shkak se edhe kanë lënë krejtësin në fund, edhe janë pajtuar për diçka tjetër. Mos harrojmë, domethënë, pajtimi kryesor në takimin kryesor në takimin e parë ka qenë që nuk ka imponim. Dhe nësi dëgjën sakt deklaratat edhe të kryetarit Abdigjiku, edhe të kryeministrit Kurti, pas takimit të parë, nëse e mban mend, mund të kthehemi mrapa dhe të shohim. Mbaj mend, të dy të konstatojnë që nuk do të ketë imponim, do të ketë ose konsensus, pra një figurë konsensuale që është përtej, si me thonë, propozimeve që vinë partijake, apo një marrëveshje politike. Konsensus nënkupton që aty marrin pjesë ashtu siç janë përfshirë, domethënë, edhe gjitha partitë opozitare, edhe partia, në këtë rast partia që e ka shumicën, apo do të jetë marrëveshje me një parti politike opozitare. Por e përjashtoi LDK, se tha me të një vota nuk hin kuvend.
Shiqa, e tha është e vështirë, dhe më thonë, është e vështirë. Ai dha, dhe më thonë, disa... Du të 4-5. Disa llogari, po me gjithat, kretë ato ishin në funksion të zhagitjes. Pra, masandej u pa që ishin në funksion të zhagitjes. Se asë nuk u gjetë figura konsensuale, ose nuk u propozu figura konsensuale, e nonën tjetër asë... A i dështuan jasharajt, apo i kishte vetëm loj? Pa biseduar me ta hiç. Shiqa, unë nuk du me komentu tash që e kanë thonë vetë jashara. Jo, te kur ti e kon fjallën? Po tash unë nuk du me komentu kush çka i ka dështu, po na du me komentu procesin, dhe procesi ka qenë i qartë. Ne nuk kemi pas refuzim përse për asnjë figurë e cila do të vendes në tavolinë. Pra nuk kemi pasi me thonë një vit kushe për një person X apo Y, përveç nëse do të ishte situata sikur këtë që e solli. Vetvedosje po akuzon sepse s'keni pas as propozim. Me imponim. Po thonë nuk kanë pas as propozim. Jo, ata po thonë diçka tjetër, ata po thonë nuk duhet më marr propozime, ne herë duhet me definu disa kritere, gjithë ato janë diskutuar. Edhe kriteret. Jo, tash kanë thonë s'ka bë propozime opozita. Ne kemi thonë, ne procesin do të me definu mas pari. Pra, imponimin e largum. Nëse e largumi imponimin, ne kemi kërku që të ketë marrëveshje politike, apo të ketë një figurë konsensuale që përkrahet nga tërë spektri politik. Kjo ka qenë. Dhe ata as nuk e kanë thonë njënën as tjetër, dhe kanë përfunduar takimin e fundit duke kërku që të përkrahet kandidati i tyre Glauk. Pra kanë lyp kërkoje, në takimin e fundit kanë lyp kërkoje të LDK-s për kandidatin e tyre? Po normalisht në takimet e fundit kanë kërku që, dhe më thonë, masi që nuk kemi diçka, nuk kanë, realisht ka qenë një farë kërkesë që a mund të ketë përkrahje, normalisht që nuk do të ketë përkrahje për kandidat cilë vinë të imponuar. Dhe çka ka ofru LDK në tavolinë gjatë tyre takimeve? LDK-ja ka ofru zgjidhje, pra të votohet një kandidat që vjen si konsensus, apo të votohet një kandidat që është pjesë e marrëveshjes politike. Pra LDK ka kërku të hyjë në qeverisje? Jo, nuk ka kërku, nuk ka pas diskutime për qeverisje, absolutisht ka pas diskutime për qeverisje, ka pas diskutime për emrin, do më thonë, Astrid, asnjëherë presidenti i Kosovës nuk është zgjedhur pa një marrëveshje politike paraprake përveç rasti Jajaga. Edhe ajo marrëveshje politike janë pajtu palë. Janë pajtu palë. Ka qenë propozimi shumë. Pra, janë pajtu palë. Edhe në situatën kur është zgjedh vjosa Osmani, dhe më thonë herën e parë, presidenti Osmani herën e parë, nuk kanë qenë gjithë, si me thonë, në një vi, po me gjithat janë gjithë mekanizmat që të votohet. Ne s'kemi pas marrëveshje realisht politike në këtë rast. Jo, s'ka pas. Po në këtë situatë ne kemi vepru konform interesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke i dhënë vendit presidentin mos hyjmë cikël të pa fund të zgjedhjeve. Pra është bon me një lloj, si me thonë, ideje që ta kemi një stabilitet institucional dhe të ulme, pastaj të shohim, do me thonë, veprimet tona opozitare në një cikël. A i kishte kërkuar në herë, ose a i kishte përmendur Vjosa Osmani si kandidate për prezident? A i kishte kërkuar vota LDK-s Kurti për të? Emrat nuk janë diskutu. Emrat nuk janë diskutu. Nuk ka pas në tavolinë emra, pra po thamë, LDK-ja ka shku me diskutu procesin. Po me gjithat LDK-ja, edhe në deklarimet publike, ka thonë që ne nuk e prejudikojmë asnjë emën, edhe të njëjtën kohë sigurisht kemi vot nëse kandidati vjen si produkt i një marrëveshje. Dhe normalisht kemi thënë që nëse edhe është Vjosa Osmani, sigurisht nuk kemi arsye edhe ta refuzojmë si emër nëse kjo vjen si produkt i marrëveshjes që do të ishte marrëveshje politike. Ju keni thënë që nuk e refuzoni si emër Vjosa Osmani, po emri nuk por në anën tjetër po ashtu thoni që ai emër nuk ka ardhur kurrë në tavolinë. Çka thot po? Asnjë emër nuk ka ardhur në tavolinë. Për hir të vërtetës nuk ka ardhur. Asnjë emër nuk ka ardhur në tavolinë. Domethënë nuk ka ardhur partia shumë, na kemi prit, domethënë që do të shkojmë edhe në atë drejtim, që të vinë emrat, po ne kemi kërku mundjek hapat, shumë normale është, edhe në rastin... A e keni prit që emri që do të përmendë do t'jetë Vjosa Osmani? E përmendi rastin e Jajagës. Normalisht ne kemi prit që pas një pune që është konsideru gjërësisht me gjithë vrejtjet tona që kemi pas në proceset të caktume, kemi prit që të ketë edhe një mandat, ose të ketë propozim edhe për një mandat dytë
Dhe është duk befasi që nuk ka pas, a keni ide në çka mundet me qenë? Pyetje. Jo, na tash nuk pe marr rolin e analistin në kuptim çka ka mujt me qenë ose me hy mendjet e dikujt, po tash normalisht ne i shohim, s'kem nevojë, po ne këto gjëra po duken, pra përshin edhe në këtë diskursin publik një lloj si më thon një lloj mos pajtimesh mes presidentes dhe krejt kësaj që ka është qeverisja sot, përfshi edhe kryeministrin. Tash arsëtimi i lëvizjes të vendosur është që nuk e kemi kandiduar Vjosa Osmani sepse nuk ka pas votat mjaftueshme. Kur i thuhet që Zonja Osmani tha se i ka pas votat e LDK-s, por vetë vendosja po thotë se nuk i ka pas. Sepse LDK nuk e kontrollon të votën. A ka pas vota LDK për Vjosa Osmani? Dhe e kontrollon LDK votën e saj në kuvend. Shiqa, vota e Lidhjes Demokratike të Kosovës është e qartë. Merren vendimet në parti dhe pastaj shprehen edhe me vot aty ku kërkohet vot. Dhe ne nuk kemi diskutu për emra, pra jem duke folur për një situatë që nuk na ka ardhur. Zonja Osmani tha që kanë bisedu me LDK-n. Ka bisedu me sigurisht ka bisedu dhe me deputetë të tjerë, ka pas vullnet që vendit t'i jepet president. Dhe e thash, ne kemi thonë nuk kemi kundërshti as më pak për zonjën Osmani. Kjo është, po ajo që muj me thonë me siguri të plot, dhe kjo është me rëndësi, shumë a shumë ka pas, nëse analizohet që ka pas dilema në deputet caktuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, unë muj me thonë me bindje të plot që shumë fish më i madh ka qenë numri i deputetëve të vetëvendosjes që kanë qenë kundër zonjas Osmani. Pse e thua këtë? Ashtu po, më nej ka indikacione, ka indikacione, po ata pe shprehin edhe vet, tash po dalin pe flasin edhe vet, pe konfirmojnë edhe vet. Se pak e imagjinosh që një deputet i VV-s ta refuzoj një vendim të Albin Kurtit. Këtë çështë e pa imagjinuar. E qartë, po Kurti thirret, pastaj e gjen pretekstet. E tash të refuzojnë se ju ka çuar një mesazh Kurti e refuzon, e? Po tash si kanë komunikuar ata me zrejtin, nuk e di. Po këtë edhe me bindje dhe këtë pe konfirmojnë vet ata. Po e konfirmojnë që më duket mbrëmës se këto ditë ishte një konstatim që mes Konjusës dhe Osmanit më shumë vota ka pas Konjusa, prandaj gjasat më të mëdha ka pas më zgjedh Konjusa. Kështu që në këtë lojë fjalësh ajo është një gjë shumë e qartë, pra pa desh me hi në qëndrimet e tyre, që nuk ka pas vullnet në këtë rast që të shkohet me kandidaturën e presidentes aktuale, e për ma shumë i kanë refuzu edhe 2 rrugët e mundshme, pra rruga e konsenzusit dhe rruga e marrëveshjes politike, dhe prap kanë shku me imponim, se ne kanë sjell 2 figura partijake edhe normalisht. Sot? A ka sot vullnet politik për të bërë për të zgjedhur presidentin? Apo kena më shku gjatë zgjedhjeve? Para javë, halo Londa ishte në gjykat kur ti tha kam i ftu lider të opozitës në takim për çështjen e presidentit. Po nuk ka ftesë ende. Prej sot që po flasim janë edhe 32 ditë. Po. Nuk po shoh që ka këto ditë ndonjë takim dhe nuk ka ftesë. Domethënë nuk ka as komunikime që do t'i paraprinin takimet. Deklarativisht nëse i dëgjon, secilin thotë që ne jemi, pra po flas për shumicën këtë, jemi për me jep vendit president. Po prej asnjënit ende nuk e dëgjova, domethënë rrugën që do ta ndjekin. Do të shkojmë, domethënë ta gjejmë një figurë konsensuale, apo do të shkojmë me marrëveshje politike. Këtë nuk e thojnë. E thojnë vetëm kështu me terma të përgjithshëm që ne do ta bëjmë maksimumin. Unë sigurisht nuk do ta thojnë të kundërtën, pra nuk do të thojnë që do ta pengojmë procesin. Është normale me thonë që do t'i japim vendit president. Ajo që është me rëndësi më theksu është që në anën tjetër këtu s'pako vazhdon me të qëndrimi i njëjtë. Pra në asnjë rast ne po mendoj e konsiderojmë që vendit i duhet prap një blokadë. Pra LDK nuk do të mbajë qendrim bllokues. Nuk do të mbajmë qendrim bllokues. Nuk do të mbajmë qendrim bllokues. Nuk kemi arsye të mbajmë qendrim bllokues. Dhe sigurisht siç e kemi ofruar veten me 15 deputet po flasim, domethënë jemi të fol këtë
si me thonë, në lojë politike, ne kemi atë pjesën tonë, me atë sa kemi ne pjesën tonë, ne kemi mundu me ofru alternativat tona, po në anën tjetër imponim nuk do të pranojmë. Pa, a kish voturit e ka kandidat kompromisit, dhe qështë është dash mund do kë kandidati i kompromisit si pas LDK-s? Po, të mos maj linjë partijake, tjetë balancu si pushteteve, dhe kjo është shumë e rëndësi. Pra, një kandidat i cili sigurohet që do tjetë një lloj balanci mes pushteteve. Kështu është i marum sistemi politik në Kosovë. Pra ndaj kërkohen të edhe të... Për kur të e ka bë me dije që do një prezident dopt? Ju po thoni një të fort me po. Ne dojmë një president që e respekton kushtetutën dhe e ka fuqinë politike aq sa ja lejojnë ligjet dhe kushtetuta. Sepse presidenti që bëm që është figurë balancuese është një prezident i fortë. Po tash relativa çka konsiderohet e fortë dhe çka konsiderohet e dopt edhe në perspektivën e kujt çka konsiderohet i dopt dhe çka konsiderohet i fortë. Po kur ti në një farë formë zonës së Osmani ka thonë nuk do një prezident që i përzihet politikë jashtë. Ndërkohë që me kushtetutë presidenti udhëheq politikën. Nëse e marrim ka ingerencë edhe te presidenti. Pra përfaqësimi i vendit është diçka që kompetencën e parë shkohet presidenti i Kosovës udhëheq politikën e jashtme të Kosovës. Presidenti. Po prandaj do të them, e ka kompetencë dhe përfaqëson vendin. Dhe kur ti ka thënë zonja Osmani e ke shkuptova pyetjen, domethënë mendova që nuk jo. Presidenti ka, po presidenti ka kompetencat e veta. Ne dojmë një president që në mënyrë të pavarur prej partive politike i udhëheq politikat që i takojnë edhe e ban këtë balancin e pushteteve. Nuk ka kuptim, domethënë, sidomos nuk ka kuptim kur një qeveri e ka 51%, e pastaj të ketë edhe president partijak apo president i cili është i kontrollueshëm dhe në shërbim të nevojave të pushtetit. Ai ka LDK, po dalim te temë tjetër. Ai ka hap dyert LDK për zonën Osmani, për Vjosa Osmani. Lumir Abdigjiku, kryetari juaj, në 2-3 postime thot për bashkimin e madh të LDK-s. Bashkimi i madh i LDK-s dhe bashkimi i madh. Ai po punon në zonën Osmani bashkë. Kosova ka nevojë për të djathtën. Kuptim të krejt çka përfaqëson e djathta si në ekonomi, si në marrëdhëniet me jashtë, si në integrimin ndërkombëtar. Dhe në këtë kuptim është edhe ftesa jonë për bashkimin edhe të atyre që në proceset që caktuar kanë qenë të pakënaqur me lidhjen demokratike të Kosovës. E për më shumë, ne jemi të hapur, domethënë ne jemi shumë të hapur që në këtë bashkim të jetë edhe pesha politike e presidentes Osmani prej momentit që po supozojmë që nuk është në mundësi për me qenë pra në lojën apo në betejën politike. A i bje kjo para nuk është shumë gjatë, të më nuk ka më shumë se 4-5 vite, kur Vjosa Osmani me lëvizjen e saj e ka ndihmuar përgjysmimin e lidhjes demokratike të Kosovës. A e ka harruar LDK këtë gjë, a e ka fal LDK për këtë gjë, apo vendimi i saj për t'i mbledhur gjithë pragmatik dhe na nuk kemi institucion religjioz. Po jo, po edhe politik, apo të mos faljes, apo të rrëfimit, apo të mos rrëfimit. Ne e konsiderojmë që sepse ka edhe të tillë në LDK që thonë. Ne e konsiderojmë që Kosova ka nevojë për të djathtën e bashkuar dhe çdo figurë që në momentet caktuar i ka kontribuar të djathtës, i ka kontribuar lidhjes demokratike të Kosovës dhe ka ende vullnet që t'i kontribuoj lidhjes demokratike të Kosovës dhe rritjes të lidhjes demokratike të Kosovës dhe rikthimit të lidhjes demokratike të Kosovës, aty ku e ka vendin është i mirëseardhur. Dhe kur po thoni një rikthim i djathtës, ne po flasim vetëm për lidhjen demokratike të Kosovës, zonën Osmani me ndonjë rast të saj, po çka po mendoni ju? Ku po mendoni më gjatë? Gjithë ata që besojnë projektin politik të lidhjes demokratike të Kosovës në këtë, si më thonë, një farloj fronti properendimor dhe një front i cili jep vendit zhvillim dhe integrim dhe antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Çe bie ky fronti? Është një ide serioze, çka është? Ana shtjellon këtë idenë e këtij frontit properendimor që po thuan, të djathtë. Normal që gjithmonë në jam duke folur për diçka në siglen e lidhjes demokratike të Kosovës, po jam duke folur për gjithë ata që nin veten individ, që nin veten që mund të jenë pjesë e kësaj betejë, e cila është shumë e rëndësishme për të ardhmen e Kosovës.
ta shumë s'pëlqona në emra të përveqëm, Po koha ka me përcaktu, si me thonë, edhe zhvillimet politike kanë me përcaktu si do duket kjo, po me gjithat jam duke folë për një bashkim të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në atë parë drejt një beteje e cila është shumë e rëndësishme për të ardhmen e vendit. Ki fjallin për bashkim të figurë Lidhjes Demokratike të Kosovës me figurat të tjera, apo po fletë edhe për bashkim të Lidhjes Demokratike të Kosovës me partitë edhe me partitë tjera për të ndërtuar një gjithë atyre që kanë kontribuojnë dhe janë të gatshëm me kontribu në rritjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Normalisht ne kemi qenë të hapur, unë jam vetë produkti i hapjes së Lidhjes Demokratike të Kosovës, pse jam unë këto, edhe sigurisht edhe të tjerë që mund bashkohen në betejën tonë për të ardhmen e vendit. A mund të Gjoni Osmani me qenë barë se listës? Nuk muj me hy në diskutimet cilat janë shumë hipotetike, për shkak se Zonja Osmani ende është presidente atje. Po ato diskutimet bëhen më herët. Berat, e kuptoj kejtë qashia po fletë, për posteje. Kejtë qashia po fletë. E kuptoj ku po dalë me dalë, po me gjithat jo, nuk ka... Me bisedu për ato gjërat që po flitet në qashi që nuk ka asgjë e cila është as formale, as jo formale, as konkluzive, kështu që s'muj me komentu përderisa nuk jemi në atë pozicion, pra. Nuk është diskutu, asnjëherë nuk është diskutu diçka që po fleqashia, pra, për kush do tjetë, si do tjetë. LDK e ka kryetarin e vetë, shpejt do të ketë edhe struktura tjera të, si me thonë, organet që duhet të jepin drejtim edhe menaxhim Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe normalisht, pastaj ne do të diskutojmë edhe modalitetet e bashkëpunimeve të tjera. Dhe Berat, në qoftë se shkojmë në zgjedhje, duket me do të jenë 32 ditë larg, duket me të afërta se presidenti kompromista, apo jo? Nëse flasëm për pozicionit sot, si me thonë, na prap jemi për mjep vendit president, po nuk zgjedhjet... Krejt jenë për mjep, këtë po thoi që për mjep vendit president, mirë po presidenti s'po bëhet. Zgjedhjet janë opcion, do me thonë, nëse nuk na mbetet rrugdalje tjetër, zgjedhjet janë opcion. Ashtë e gashme lidhe kjo. Ashe Shkëndia, dëgjëm, ja çka tha një zyrtar i vetëvendosjes. Tha, gjitha partitë opozitare nuk kanë dashur me shku në zgjedhje. Po kur e hetuan që Vjosa Osmani nuk po bëhet presidente, thanë, "Okej, po shkojmë në zgjedhje se e marrim me Vjosa Osmani dhe Arzojmë Albin." Jo, fati politik. A ka si kalkulimi të vetë? Fati politik dhe fati zgjedhor i Lidhjes Demokratike nuk duhet më lidh me një figurë. Pra, gatishmëria jo nuk duhet më lidh me një proces apo me një figurë. Ne duhet me qenë gatshëm si parti politike gjithmonë për procese zgjedhore. Domthon Kosova ka dëshmu që mund shkohet në zgjedhje kur ka gjasa shumë të vogla, apo që munget në zgjedhjet kur ka gjasa shumë të mëdha për me shku në zgjedhje. Domthon ne realisht në këtë betejën politike të vazhdueshme, sidomos prej pozicionit opozitar, ne duhet me pas gatishmëri për me shku në procese zgjedhore. Ajo që po ashtu është faktuale, domthon që është e dukshme është që ka një atmosferë pozitive rreth Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në këtë fazën që po flasim tani. Berat, hajde po dalim po dalim nga hallet e politikanëve te hallet e qytetarëve. Çmimi i lartë i naftës. Te e ke përcjell ekonominë gjatë. E kom përcjell, po edhe vazhdon me përcjell. Po që kjo s'ka qenë në këto nivele. Ajo që është evidente, edhe e thuajnë gjithë analistët, si në Bloomberg, si në Wall Street Journal, si kudo që i lexon, thuajnë që është kriza më e madhe e energjisë, gati në histori, sidomos në 4-5 dekadat e fundit. Qoftë për ka çmimi ku ka shku, qoftë për ka potenciali që mundet me ndiku, dhe qoftë nga rreziku për një recesion ekonomik global me pasojat e paparashikueshme. Pse ata pe bojnë të madhe ku këtu të na kërkosh? Po tash kjo s'pe kuptoj, a s'pe njohin ekonominë apo çka është pyetja? Kjo është pak pse po friksohet bota kur një vend i vogël si Kosova nuk po friksohet fare? Kjo është pak e çuditshme, tham të drejtën, është pak e çuditshme për shkak se jo vetëm këtë citat, po edhe në situata të tjera, kur ka pas filluar pandemia, nëse e mban mend, do me thonë, e kemi pas këtë kryeministër,
dhe pastaj ka pas edhe krizat e tjera, ka pas edhe inflacion, mos harrojmë, hiç pa mri kjo kriza e çmimeve të naftës tash, 6% ke inflacioni në shkurt, më i lartë në Evropë. Do të thonë kur në nivel të Evropës i afrohet 3%-shit, mobilizohet qeveria, mobilizohen ata që bojnë politika ekonomike dhe ndërmarrin diçka. Këto akull, ftoft, pa unë se kum pas në aktivitet kryeministrit këtë ditë, as nuk kum pa ndaj ministër që u dal me fol për këtë çështje, në mënyrë si më thonë analitike, përmbajtësore, po edhe me propozime se çka duhet me bë. Për më shumë ai i financave s'kish pas komentu kur gja për këtë hina e pash. Po ka komentu për vendimin e Po, gjykatës kushtetuese. momentin që duhet vendimi i gjykatës kushtetuese sprit as 20 minuta, sigurisht s'kam rri as me lezu fare vendimin, dul atje. Dha ne konstatim, si gjithmonë gabum juridik, po kjo normalisht është edhe tregues që këta që qeverisin, edhe që kanë qeveris pak a shumë e njëjta ekip në gatin e 5 vitet e fundit, nuk e kanë haberin për gjendjen e ekonomisë reale. Kur themi ne gjendjen e ekonomisë reale, folëm çka ndodh tek xhepat e njerëzve, çka ndodh tek qarkullimi i bizneseve. Pra, nuk mundesh marr pastaj mas 6 muajve me thonë u rrit qarkullimi i bizneseve. Normal që u rrit qarkullimi i bizneseve se është rrit çmimi. Pra, ata duhet me importu vajin, miellin, produkte tjera higjienike, gjitha këto kanë ardhur me çmime më të larta. Dhe tash kur e sheti kryeministit para 4-5 muajve, s'ka krizë ekonomike në Kosovë. Po të kishte krizë, të kishte protesta. S'ka protestë në Kosovë, pse po them që ka krizë? S'ka krizë naftës, s'ka protesta ndaj rritjes. Çështjen e mungesës së protestës si e kisha trajtuar me sociolog. Domethënë me ata që pak a shumë i studiojnë këto fenomene, po nuk është bre, edhe në shumë vende në botë, jo domosdoshmërisht ki protesta. Protesta është edhe me votë. Jo, po e marr. Protesta është edhe me refuzim. Protesta është edhe me mënyra... Me vota i mërë 51%. Nuk i protestoj shtetari. Po, se e kesh përdori buxhetin, pastaj ai për menaxhu këtë farë lloj krize sociale, ai po përdor buxhetin. Pra ki një lloj a din qysh, në Kosovë ki rritjet numrit të varfërve, dhe ti çka po bën me politikën tonë ekonomike, po ja menaxhon varfnin. Domethënë piman në varfni. Veç varfnin po ja menaxhon. Çka ne nuk kupton me ja menaxhu varfnin është ata mos me dal në rrugë me lyp, ose mos me dal, si me thonë, dikon me pas probleme shëndetësore, ose minimalisht mos me marë fëmin e me ik dika. Edhe pse kanë ik shumë. Kanë ik mesatarisht 50.000 njerëz në vetë nga Kosova. Pra, Kosova po vazhdon më zbraz. Dhe ta çmimi i naftës. Qeveria po në heshtur. Dhe çmimi i naftës. A është ka jeton qeveria në një planet tjetër apo çfarë? Absolutisht që po jeton planet tjetër se në shkputën nga ky realitet, sepse çmimet po rriten. Çore. Unë kum prit minimalisht, edhe për arsye të sigurisë, se tash energjia është pjesë e sigurisë kombëtare. Kisha prit edhe për arsye të sigurisë tjetër, domethënë, që lidhet me ndonjë sulm potencial kibernetik, ndonjë sulm potencial me ndonjë dikujt me ndaj raket, ndonjë sulm potencial terrorist etj. Kisha prit që ka një farë mobilizimi, një farë lloj, s'po tham shtabi, mos ta bëj tash në gjendje lufte këto, po është Këshilli i Sigurisë Kombëtare, janë mekanizmat e tjerë, emergjent, futet, si me thonë, buxhet emergjent në funksion, krijohen mekanizma se mi parandalu, se kur të vjen pastaj problemi, kur të thellohet problemi, mo tani pasojat janë të pariparueshme. Tash po flasim që mund të ketë mungesë. Po, pra, domethënë, unë nuk e di çka do të bëjnë me rezerva shtetërore, a kemi na rezerva shtetërore të mjaftueshme? Po nuk s'ka fare rezerva shtetërore. Me gjas naftës nuk kemi. Nuk kemi. Pastaj pse nuk u vepru spaku me TVSH-n? Se u thash që dashur më bë berat. Thanë që TVSH-n s'mundën me bë se s'ka kuvend. Kuvendi është hapur. Jo, ta shpjegoj. Akcizën s'mundesh me bë pa kuvend. Kuvendi është hapur, është dashur me vepru shpejt. Nuk është dashur me prit. Ne do të kemi kërkesë iniciativë parlamentare për këtë çështje. Sot do të mbledhen
në nënshkrime dhe do deponohet kërkesa për debat parlamentar, po kjo do duhet të vinte nga shumica, nga Ministri i Financave, me shku me drejtu komisionit parlamentar atje. Të rezu vendime e gjykatës kushtetuese. Po me gjas ka prioritete tjera, ai dhe me shku me kërku. Akciza nuk mundet për shkak se është kodi doganor dhe akciza që kalon kuvend. Ligji të TVSH ka kaluar kuvend shumë më herët dhe i definon normat 0,8 dhe 18%. Normat nuk mundesh me ndryshu. Kuptim me qitë normë 10%, ose 12%. Po mrena këtyne normave mundesh me kriju lista. Qysh është kriju për shembull një lista për produkte bujqësore. Pra është në diskrecion të ministrit me çuni listë. Pra s'ka nevojë për kuvend. Edhe me vendim qeverisë me thonë qëre për çit periudhë kohore pe fusim nga sa është atje 16% nafta ta bëjmë 8% ose 0% të vëshën. Dhe tani çfarë po thojnë kur nuk po ju qëndrojnë argumentet, Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, zonja Kusari, tha që nuk muj me kontrollu. Me të kallzu drejtën, shteti kur del, edhe thot nuk muj me kontrollu, është absurd. Nuk mundesh me arme një konstatim të tillë. A pi vendos çmime tavan tash, që spellojnë efektin e pritën. Njëtën mundesh me bë. E caktën tavanin, tu e përfshi edhe këtë zbritjen e të vëshës dhe të akcizës, që efekti real, me këtë çmime 1.70 që osill këto ditë, 1.70 këto ditë, po më ne ke atë i stabilizuar. Efekti real do të ishte 1.35 cent, pra do të kishim litrën e naftës 1.35. Që prap nuk do të kthehej në gjendjen që ka qenë para fillimit të luftës në xhirin persek atje, po në anën tjetër do të ishte shumë më lehtësuese për qytetarët. Hajde që nuk po të pëlqen kjo. Çka ndodh në këtë situatë? Kur të rriten çmimet, rriten ato hyrat që ti mbledh nga TVSH-ja. Unë e bona një kalkulim, ishin ndikon 150.000 euro në ditë, shteti merr më shumë, për shkak që është rrit ky çmimi nga 1.20 sa ka qenë në 1.70 që shkoi këto ditë. Mundesh edhe një punë me bë. Domethënë, nëse s'po të pëlqen TVSH-ja, s'po të pëlqen akciza, mundesh me u kthy njerëzve në llogari. Po tham, kushtimisht një rezervuar naftë ose një rezervuar benzinë, na të vlen në këta muaj që kemi këtë krizë. E zbut, për secilin e zbut. Pastaj mi subvencionu transportin publik. Ka para lajmërime, më thanë për shembull disa prend që e kanë këtë transportin organizuar në për shkollat e Prishtinës, edhe në për qerdhët e Prishtinës, që është rrit kostoja. Menjëherë për familje. Ka para lajmërime që edhe transporti publik duhet smunet me punu, është rrit kostoja pastaj atje e infrastrukturës, pra bitumeni, disa përbërës tjerë që janë këto projektet ku kemi asfalt, e deri të bujqit. Pra nuk kemi duke folë, se dikush atje prej tyne po del po thojnë, jo, po lloks është me dalë. Jo, nuk është lloks transporti, nuk është lloks nafta sot, nuk është kjo, na nuk kemi transport publik të organizuar, na duhet punët tona me kry me vetur. Punët e përditshme, familjare. Kështu që sikur në gjitha krizat inflacionare. E pse s'ka veprim? Ç'është shpjegimi? Shiko, janë besoj dy gjana janë transishme që ako mujtë me i vlerësu. S'po flasë për pozicionit që dhe po edhe me i krasu. E para, shpesher ka paftësi, e dyta ka arrogancë. Këto janë dy problemet kryesore. Edhe mund tjetë edhe një i tretë, që është ideologjik. Pra gjithmonë zgjedhjet e tyne në ekonomi janë kogja ideologjike. Pra ne nuk përkrahim se kur të ulin atë të vëshën dhe akcizën e naftës, ata mendojnë që ju ndihmojnë bizneseve. Nuk ju ndihmojnë bizneseve, ndihmojnë qytetarit. Po normal do të me kontrollu se të vëshën e pagun qytetari. Ai konsumatori i fundit, edhe akcizën, asnjë ato si pagun ato po, edhe shkojnë buxhet. Edhe
hajde na të bizneset veç i mbledhin për hajde na të shtetin bëjmë ato. diçka dhe ato pe i bojnë, nuk pe i bojnë në mënyrë as ka ligj, nuk ka ligj për shembull për këto shtesat e këto që i bojnë me vendime. Dhe kesh përdorin pasaj të njëjtin situatë trontë të qytetarëve për me shpërnda këto shtesat dhe këto ndihmat që i kanë apo këto 100 euro që i shpërndajshin pa kurfar logjike ekonomike. Dhe çka ndodh pastaj, as nuk e ndihmon qytetarin, as nuk e ndihmon ekonominë, sonë thash. Atyne që ja u ndan këto shtesat veç varfnin ja u menaxhen. Sa i vazhdon me nejt i papunë, ai vazhdon me nejt jo produktiv në jetën e vet, po edhe në raport me ekonominë e vendit dhe vazhdon me i varfën. Që është ma e keqja. Çka ish dasht me bë sipas LDK-s? Po në kërkesën tonë ne kemi adresuar dy probleme. Një që nuk ka fare seriozitet në trajtimin e kësaj çështje, dy veprimet që mund të ndërmerren. Dhe veprimet janë dy, janë fiskale edhe ndihme drejt për drejt. Fiskale nënkupton lëvizje të TVSH-ja SPAKO. Nga sa në sa? Po nëse nuk lëvizet të akciza atëherë të TVSH-ja me shku prej 16% e 0%, jo për këtë vitin, jam duke folë. Periudhë caktuar. Periudhë caktuar kohore. Dhe normalisht nëse ka hapësinë të akciza, po të TVSH-ja SPAKO këtë pjesën që përmerr shteti shtesë, pra prej rritjes së çmimeve, këto mos t'ja merr qytetarëve. Domthonë t'ja hjek. Pra kjo është intervenimi i parë. Intervenimi i dytë, edhe e thash, domethënë efekti do të ishte nëse lëvizet me dyja do të ishte dikon 35 cent. Nëse vetëm me TVSH do të ishte më i vogël. Më i vogël, sigurisht më i vogël, po e krijon efekt, po pastaj kjo mundet më kompenzu për me frenu pastaj efektin e kësaj në sektorët e tjerë, duhet të kishte intervenime apo përkrahje direkte për bujqet, për prodhuesit, për transportin publik e kështu me radhë. Domethënë këto janë disa prej masave që duhet kishin fillu shumë më herët. E kam përshtypjen që veç kanë fillu pasojat me uni në rritje të çmimeve të tjera. Do t'i shohim pastaj edhe statistikisht, po pe vrejmë me xhepat e tonë. Berat, faleminderit shumë. Faleminderit Asret. Dhe të mira.